edhe me njerë pika parë është mu grumullu qumshti për ndryshe na falimentum, shku me dëmë. Neve nuk na intereson politika, neve na intereson qumshti më marë, më këthuj smimi i para 2 muajve që shokon se për ndryshe na kem këtë smim nër kostet prodhimit. Na shpresojmë që mos të hasën vesh shordër kjo protest. Kjo është vetëm fillimi, i lutem ministrisë, i lutem gjithë aktorëve politik, qeverisë, me morë mosa, me ndalu qumshtin plur, vojnë e palmes, edhe me njerë pika parë është mu grumullu qumshti për ndryshe na falimentum, shku me dëmë. S'kem zgjidhje tjetër. Na i lutim nuk jem kundër me morë analiza, me shku inspektorat, me morë analiza, në gjitha fabrikat, dhe të shkujnë, në regullim, nuk jem kur farë, si me thonë, po kur farë problemi. Po qumshti jonë mos derdhet, është gjëna, kem kredita, kem gjithë këta farmerë këtu janë çdytun kredita, që e kanë rritë prodhimin. Na e shesim qumshtin nga firma, direkt prej lopës. Qumsht 100% natyral. A mendon që ka ngjyrë politike sa do pak që ka ndodhur mes vites edhe mes? Nëse ka ngjyrë politike, unë i kam 70 kër lëp qumshtore, hajde në fermë, aty e shini fermën, u ka farm, shati Zahac, edhe evidentani, është politika anë është. Dëgjum që patë edhe të arrestuar. Neve nuk na intereson politika, neve na intereson qumshti më marë, më këthuj smimi i para 2 muajve që shokon se për ndryshe na kem këtë smim nër kostet prodhimit. Smim shumë jullë që nuk mujë me përbalu. Dëgjum edhe për faktin që sot ka pas të arrestuar, sa e vërtet është kjo apo? Po, të është me arrestu, por na nuk kem gullëm që ose me shku tonë për shpije që shkemi ardhë, ose rrim këtu, dejnë në mëngjesë, sa të është nevoja. Na pa asë një farmerë këtu nuk dalim nga këtu.